Gjendemi pranë godinës së komunës së Preshevës, ku para ca ditësh ka filluar të renovohet salla e kuvendit komunal. Ne si televizion kërkuam nga legjislativi dhe ekzekutivi që na japin informacione më tollësishme rreth punëve që po bëhen në kuvend, por asnjëra as tjetra palë nuk e pa nga dëshmërinë që t'i japin një përgjigje të tillë. Përmohësisht ndiqni kronikën e përgatitur në vazhdim. Ka filluar së renovuari salla madhe e kuvendit komunal. Ekipi i Radio Televizionit Aldi ishte në sallën e kuvendit komunal ku pan punët për së afërmi se çfarë po punohet në këtë sallë. Për të informuar më shumë rreth punimeve, ne kontaktuam përmes telefonit me kryetarin e kuvendit komunal zonjën Ardita Sinani, e cila është përgjegjëse e sallës së kuvendit, për të informuar mallësisht se a është hapur konkursi për këtë projekt dhe kush është fitues dhe punëkryes i këtij projekti. Mirë, po përgjigjja e saj ishte se nuk janë fare informuar, nuk di asgjë në këtë drejtim, pyet në ekzekutivin ku janë ata përgjegjës për renovimin e kësaj salle. Të njëjtën e ju drejtuam shefit të kabinetit që të marrin në pronëcim kryetarin e komunës lidhur me punimet që po bëhen në sallën e kuvendit. Përgjigjja ishte se jemi në një vizitë zyrtare në Beograd, por të premten do të japim një pronëcim. Ekipi i Radio Televizionit Aldi përsëri sot ishte te zyrja e kryetarit, po as sot nuk e pan të udhës që të na japin sqarime për punimet dhe arsyeja ishte se nuk kemi kohë, se kemi takime me qytetarë. Ne si televizion jemi të obliguar që të informojmë qytetarët. Ditëve në vijim ne do të provojmë që të kemi një informacion të saktë sa ka këtu diçka që po fshihet dhe apo keq përdoret paraja publike.